Nuk pranova amanet prej saj, doja të vdisja, humbi bashkëshorte një vit më parë, fëmijë prekës si Agrun Llakajt e përcolla si nuse të bukur. Aktori i njohur Agrun Llakaj ka folur së fundmi për humbjen e bashkëshortes së tij, Kostandina, e cila ndroi jetë një vit më parë nga një sëmundje rënd. Në një intervistë, aktori rrëfeu me lot se nuk mund të pranonte idenë e ndarjes nga jeta të Kostandinës dhe nuk pranoi as amanetin e saj. Unë jam i vetmi njeri që nuk mora amanet nga Kostandina, nuk pranova. Nuk e pranoja që ajo duhet të më linte, u shpreh ai. Agroni kujtoi momentin e fundit të udhëtimit në Turqi, kur kuptoi se gjendja shëndetësore bashkëshortes ishte përkeqësuar ndjeshëm. U zhgënjyem shumë kur ikëm në Turqi herën e fundit, thikën e mora unë. Doktori më tërhoqi minjan dhe më tha se mbaroi, i thash: "Ti sikur më the 5-6 vjet." Nuk dua ta diskutoj fare se sa kemi investuar për jetën e saj. Çdo gjë do ta shisnim për ta fituar jetën e Kostandinës, tregoi aktori, ndërsa rrëfeu se për një periudhë të gjatë e mbajti të fshehtë dhimbjen e tij, duke u përpjekur ti transmetonte forcën Kostandinës për mos t'ia presh presat për jetën. Ajo natë ishte pa gjumë. Nuk guxoja ta ndaja me vajzën. Për 2 javë nuk e di si rrotullohesha. U a thash fëmijëve dhe vazhduam të silleshim sikur s'kishte ndodhur gjë deri në fund. Nuk mungoi e qeshura në shtëpinë tonë deri në momentin që shkoi në spital. Dilja në emision, qeshja me shpirt në ekran, që ajo të thoshte: "Ai qesh, unë jam mirë." Ndër të tjera, Agroni tregoi një moment prekës ku i kishte kërkuar vajzës së tij ta përcjellnin Kostandinën si nuse. I kërkova vajzës Elkidës, zemra e babit, mamje, meritonte të ikte si një nuse e bukur dhe dua t'i bësh grim profesional. Ne kemi qëndruar aty të dy, duke qarë dhe duke grimuar, dhe e përcollëm ashtu të bukur siç ishte gjithmonë. Pas humbjes së saj, Agroni nuk nguroi të pranonte se kaloi një periudhë të errët ku shpesh mendonte se nuk kishte më arsye për të jetuar. Pas asaj filloi gropa ime. Në shumë ditë net, nuk kam dashur të jetoj, doja t'i bashkohesha, fëmijët më janë përgjëruar, babi, jemi ne. Atyre u mungon në mënyrën e tyre, mua më mungon aq shumë sa nuk i vë dot një si vlerësimi mungesës. Aktori tregoi gjithashtu se për një vit të tërë nuk ka fjetur në krevatin bashkëshortor, por në sallon përballë fotos së Kostandinës. Në sallon kishim vendosur një kornizë të saj. Kur flia, i thoja natën e mirë dhe kur zgjohesha mirëmëngjes. Kërkoi prezencën e saj çdo ditë. Ne nuk ishim çift i përsosur, kemi patur debatet tona, por dashuria jonë ishte aq e madhe sa asgjë nuk arriti të na çbashkonte. Ajo e ndjeu vetë momentin kur kishte lënë amanetet për vajzën, djalin dhe mbesën. Më tha: "Agron." Dhe unë i thash: "Mos vazhdo asnjë fjalë. Kam besim absolut se do t'ja dalim." Nuk ja pranova amanetin, shtoi aktori në një podcast.